Për disa minutash edhe me titra, Ora News, lajmin e fundit, bëhet fjalë për një ngjarje tragjike, e cila është regjistruar në plazhin e Ranës së Hedhun në Lezhë, ku 2 të rinj kanë humbur jetën pasi u morën nga dallgët e detit. Sipas informacioneve paraprak, ishin 4 persona në fakt që kishin hyrë në ujë për t'u larë, por janë përballur me rryma dhe dallgë të forta që i kanë vënë në rrezik. Pavarësisht përpjekjeve për t'i nxjerrë nga deti, 2 prej të rinjve nuk kanë mundur të mbijetojnë, ndërkohë 2 persona të tjerë janë shpëtuar dhe kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në spital. Forcat e policisë, shërbimet e emergjencës dhe ekipet e kërkim shpëtimit kanë ndërhyrë menjëherë në vendin e ngjarjes, teksa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave kësaj ngjarje, ndërsa tragjedia ka tronditur pushuesit dhe banorët e zonës. Nësa informacionet paraprake janë pikërisht këto, pra që sa po thamë edhe më herët, konfirmohen për fat keq 2 viktima, ndërsa 2 të tjerë kanë arritur që të dalin në breg dhe janë jashtë rrezikut për jetën pasi kanë marrë ndihmë mjekësore në spital. Ka qenë e pamundur shpëtimi i 2 të rinjve që tragjikisht nuk arritën të dilin të gjallë nga deti. Nuk ka një konfirmim zyrtar edhe nga autoritetet për sa i përket edhe rrethanave. Megjithatë, grupi hetimor dhe autoritetet policore në një tjetër moment do të kenë informacionin e plot edhe për publikun për ta transmetuar më konkretisht atë se çfarë ka ndodhur pra në pak momente më herët në zonën e Ranës së Hedhun, ku 2 të rinj janë mbytur në det dhe mësohet që të paktën sipas të dhënave të para, personat jashtëtas nga Kosova, por identitetet e tyre ende nuk dihen, ashtu si kundër as edhe rrethanat të cilët kanë humbur jetën, por paraprakisht thuhet se nuk kanë arritur të përballojnë dot dallgët e shumta që janë shfaqur në momentin e larjes së tyre në det. Në fillim u raportua për gjendje serioze dhe të 2 personave të tjerë, por që informacionet paraprake thonë se janë jashtë rrezikut për jetën.